Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit. Atëherë shohim energjinë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë kemi energji të shenjave të tokës, shenjave të ujit, shenjave të ajrit. Mund të keni ascendenten ose hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës, ju shoh që një person do afrohet tek ju për pjesën e beqarëve, është një person që tërhiqet dhe e keni te vendi punës të person, ka shumë emocione, mund të jetë një person nga e kaluara. Sepse ose mund të jetë shpirti juaj binjak, në rastin tjetër mund të jetë një person që ju mund të keni punuar diku në një vend pune, që ka qenë i tërhequr nga ju dhe ka ardhur momenti që ky person dëshiron të shprehë ndjenjat dhe emocionet lidhje me ju, sepse ndjen që është shpirti juaj binjak. Dhe shoh që ju do lini mbrapa vështirësi dhe do të jepni drejtim, do shkoni diku, do keni një diskutim me këtë person dhe do të jepni një drejtim më të qetë kësaj situate, ose do keni diskutime të mira me këtë person. Për pjesën tjetër, ju shoh që do jeni shumë bashkëpunues në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen tuaj. Te vendi punës do keni një bashkëpunim të mirë, por shoh që të ardhurat tuaja do jenë të vogla. Edhe pse do t'ju admirojnë te vendi punës dhe shoh një në mesin e javës, ju mund të jetë një person që do t'ju ndihmoj në lidhje me një bashkëpunim që keni. Për pjesën tjetër, do jeni mbështetës ndaj fëmijëve tuaj, ose mund të keni rikthime nga e kaluara, rikthime të çështjeve dhe situatave, persona nga e kaluara. Ose mund të takoni dhe një person që e keni njohur në të kaluarën dhe kjo gjë sikur do t'ju japi entuziazëm, do t'ju japi gëzim. Por shoh dhe lajme të mira, shoh edhe një çlirim shpirtëror, një shërim në lidhje me ju. Dhe në fund të javës, ju shoh që do të lini gjithë sfidat, gjithë vështirësitë që keni kaluar, si në lidhje me dashurinë, me fëmijët, me familjen, me punën tuaj, dhe do të jepni një drejtim më të qetë situatave. Për një pjesë tjetër i shoh në udhëtime në fund të javës, ndoshta shkoni në një vend me ujë për të qetësuar, ose dhe në lidhje me disa diskutime dhe negociata të ndryshme që do keni, që do t'i bëni në fund të javës, në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Këto mund të kenë lidhje dhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet, në lidhje, po janë më tepër diskutime, domethënë për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave. Ose mund të ketë lidhje me shëndetin, mund të ketë lidhje edhe me çështje, situata të ndryshme që ka lidhje me shtetin, me çështje ligjore. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe me për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë mund të ndiqni në shenjën tuaj ascendente, gjithsesi kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë dhe energjitë shenjave të ajrit. Në fillim të javës shoh që dikush është i vendosur në qëllimet e tij, në lidhje ose të saj, në lidhje me një dashuri. Dhe shoh që çelësin e kësaj dashurie e keni ju në dorë. Nëse do ta pranoni këtë person ose jo. Dhe shoh që është një person i shoqërisë tuaj. Por ju shoh të ngecur në mendime negative. Ju mendoni negativisht në lidhje me një dashuri, me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe unë shoh që rruga është e hapur. Thjesht jeni të bllokuar ju në mendimet tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Shoh që çelësin e gjithçka e keni ju në dorë, thjesht duhet të dilni nga mendimet negative në lidhje me gjithçka, sepse rruga është e hapur edhe për ju. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që në mes të javës do keni disa festime. Mund të jenë që ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një punë, në lidhje me një investim që doni të bëni, në lidhje me një biznes, me negociata të ndryshme, në lidhje me kontrata të ndryshme që keni. Ju shoh në një pozicion të mirë dhe në mesin e javës do jeni duke festuar këto kontrata, negociata që do keni
ose diskutime të ndryshme që mund të keni. Thjesht dilni nga energjia në fund të javës, sepse shoh që thjesht i mendoni gjërat negativisht. Kur ju jeni me qëllime, çelësin e kësaj dere e keni ju në dorën tuaj për t'i dhënë zgjidhje çështjeve dhe situatave të ndryshme, thjesht nuk ju lën mendimet, ju kanë bllokuar, por rrugën e keni të hapur. Duhet të zhbllokoni veten në fund të javës nga mendimet negative që ju keni. Dhe kur them mendime negative, nuk do të thotë që është diçka e keqe. Thjesht ju mendoni që vërtet i vendosni qëllime vetes, por mendoni pasaj që mos nuk bëhet kjo gjë. Në lidhje me një dashuri, në lidhje me një punë, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me anën ekonomike, asgjë nga këto nuk ka, rrugën e keni të hapur, dilni nga energjia që ju ka bllokuar ose që ju bllokon në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e WhatsApp-it. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Gjithsesi kemi të bëjmë me energjitë të shenjave të zjarit, që jeni dhe ju vetë, energjitë të shenjave të ajrit dhe energjinë e shenjës së ujorit. Ju shoh që do keni një takim në fillim të javës në lidhje me një person, me një dashuri, me një njohje të re, do ndjeni shumë entuziast, do jeni duke e festuar me këtë person. Por ndërkohë ju shoh në mesin e javës, mund të jetë edhe një person që ju do jeni duke e menduar. Ndoshta ju i mendoni këtë person sikur nuk është personi i duhur në lidhje me ju. Edhe pse në fillim të javës ju shoh shumë entuziast në një takim me këtë person, por përsëri duket sikur është diçka që ndoshta nuk ju plotëson plotësisht, dhe jeni duke menduar et kësaj. Por gjithsesi është diçka që ju e keni realizuar. Në qoftë se ju dëshironi të keni një takim gjatë kësaj jave, takimin do ta bëni, thjesht mos mendoni, sepse ju shoh që kjo gjë ju lë dhe pa gjumë, duke menduar, por ju keni manifestuar në lidhje me këtë realizim. Dhe ky person ka ardhur sepse ju keni manifestuar në lidhje me këtë person. Gjithsesi, në lidhje me shtëpinë, me familjen, shoh një lloj stabiliteti, shoh festime shumë të mira. Ju do arrini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja, ndoshta të investoni në një shtëpi, të stabilizoni diçka në shtëpinë tuaj, në punën tuaj nga ana ekonomike, por gjithsesi do jeni përsëri duke menduar rreth këtij lloji stabiliteti. Dhe në fund të javës ju shoh mund të keni lidhje me teknologjinë, një pjesë prej jush, do ndjeni më të lirë, do ndjeni më të realizuar, por shoh që do keni realizim, si në lidhje me shtëpinë, me familje, me fëmijët tuaj, me punën, por dhe nga ana ekonomike, sepse është diçka që ju e keni kërkuar, është diçka që ju e keni manifestuar. Është një javë fantastike edhe për shenjën tuaj. Atëherë, kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsApp-it. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë mund të shohim, ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe përsëri energjitë shenjave të ajrit. Mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Atëherë në fillim të javës, ju shoh që keni arritur në një pikë shumë të lartë. Ju keni arritur të keni vetbesim te vetja juaj. Ju shoh më të sigurt, ju shoh ekonomikisht shumë më mirë, më të stabilizuar, do ndjeni një stabilitet ekonomik në fillim të javës. Dhe në lidhje me disa prej ju shoh që ju ndjeni të sigurt me një person, me një dashuri, dëshironi të lini gjërat mbrapa, dhe në mesin e javës shoh që keni një takim me këtë person. Ndoshta do shkoni diku në një vend me ujë, do keni shumë diskutime me personin, dhe në fund të javës shoh që ju merrni vendime.
keni kaluar eksperienca, keni pas eksperienca nga më të ndryshmet, do përdorni më tepër pjesën e logjikës dhe shoh që do merrni një vendim në lidhje me një dashuri, me një person. Kjo ka vlerë edhe në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja ku ju ndjeni shumë më të sigurt në marrëdhëniet tuaja, duke lënë mbrapa çdo vështirësi që keni kaluar me fëmijët tuaj, në familjen tuaj, por kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, ku ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe kjo shumë e konsiderueshme që do merrni në fillim të javës, sikur do t'ju japi një lloj sigurie ekonomike, materiale. Dhe në mesin e javës do dëshironi ndoshta edhe të shkoni diku, të shihoni në një vend të qetë, mund të keni dhe diskutime dhe negociata të ndryshme gjatë mesit të javës, dhe shoh që aty në këto diskutime sikur do gjeni qetësinë, ose do shkoni diku dhe sikur do t'ju japi qetësi. Gjithsesi në fund të javës mund të keni të bëni dhe me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me ligjin, me shtetin, me institucione shtetërore. Shoh që keni marrë eksperienca, merret një vendim aty edhe në lidhje me këtë gjë, por shoh që do t'rregoni dhe pak të ftohtë gjatë fundit të javës në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju harrini të keni vetbesim, të ndjeni të sigurt në lidhje me gjërat që do bëni, do të jepni një drejtim më të qetë gjërave, dhe në fund të javës shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e WhatsApp-it. Ju mund të ndiqni edhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të zjarit. Më falni, të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë unë shoh që po mendoni seriozisht në fillim të javës, në lidhje me një person, me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër mund të jeni duke menduar edhe në lidhje me një udhtim, për të bërë një udhtim dhe shoh që sikur niseni për ta bërë këtë udhtim. Për pjesën tjetër mund të jetë udhime pune, udhime për qejf ose udhime për të qetësuar, varet nga çështjet dhe situatat që keni, ose ju mund të jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje. Në mesin e javës ju shoh në një pozicion mbretëror, në të dyja këto letra. Gjithsesi ju shoh dhe të vendosur në qëllimet tuaja, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Mund të jetë një çështje në lidhje me dashurinë, ku ju shkoni në një udhtim për të takuar këtë person. Po e mendoni seriozisht, por edhe ky person po ju mendon seriozisht dhe shoh dy energji toke këtu. Një energji zjarri, një energji toke. I vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata të ndryshme që mund të keni. Ose edhe në lidhje me qëllimet që ju keni, në lidhje me punën, me shtëpinë, me familjen, mund të jenë qëllime që keni vendosur nga ana ekonomike për të rritur të ardhurat tuaja, edhe pse ju shoh në një pozicion të favorshëm, por në fund të javës shoh që jeni duke studiuar çështje dhe situata të ndryshme. Ndoshta ju keni nevojë të mësoni më shumë në lidhje me një person që mund të jetë një person në distancë. Në rastin tjetër, ju jeni duke studiuar çështje dhe situata të ndryshme në lidhje me shtëpinë, në lidhje me familjen, do jeni duke projektuar diçka në lidhje me të ardhmen tuaj. Ose në rastin tjetër do jeni duke projektuar diçka në lidhje me punën tuaj. Por gjithmonë këtë do ta bëni duke studiuar çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe ju shoh më me këmbë në tokë, jemi në energjinë e tokës shumë fort këtu. Domethënë gjërat do t'i bëni, do t'i merrni më seriozisht në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Atëherë është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsApp-it.
Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Gjithsesi, keni të bëni me energjitë të shenjave të zjarit, energjitë të shenjave të ajrit dhe energjitë të shenjave të ujit që jeni ju vetë. Ju shoh në fillim të javës, ju do jeni duke bërë plane afatgjata, duke parë gjërat që ju rrethojnë, mund të jeni në pritje të një personi, të një dashurie, por doni që të vijë një dashuri që ju vërtet ta keni në jetën tuaj për një kohë të gjatë. Për pjesën tjetër, ju shoh që mund të jeni në pritje të një përgjigje, në lidhje me shtëpinë, me familjen, mund të prisni një përgjigje te vendi punës, mund të jeni duke pritur në lidhje me një udhtim. Ose në lidhje me planet që ju dëshironi të realizoni, sepse ju shoh që jeni gjatë gjithë kohës duke bërë plane afatgjata në fillim të javës. Dhe në mesin e javës, të gjitha këto plane që do bëni në fillim të javës, do filloni të keni diskutime, keni negociata dhe ju do të jepni një drejtim më të qetë situatave, duke lënë mbrapa çështje dhe situata që ju kanë vështirësuar deri në këto momente dhe duke dhënë një drejtim më të qetë nëpërmjet diskutimeve, nëpërmjet negociatave. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me negociata me një person. Ju dëshironi të shkoni diku, shkoni në një vend me ujë dhe do të diskutoni me këtë person duke bërë plane afatgjata në lidhje me një dashuri ose në lidhje me punën nga ana ekonomike. Në fund të javës ju shoh që ndiheni më të gëzuar, më të çliruar. Për pjesën e beqarëve shoh një person që do vit ju kërkoj dhe është një person që vërtet do t'ju bëj surprizë gjatë të kësaj jave. Për pjesën tjetër shoh që do ndjeni më të çliruar nga ana shpirtërore, do ndjeni më mirë, por mund të jetë një fundjavë ku ju mund të bëni dhe surpriza. Te partneri, partnerja juaj, ose ju merrni lajme të mira me shtëpinë, me fëmijët tuaj, diçka që do t'ju gëzoj, një çlirim shpirtëror. Por shoh që do ndjeni shumë mirë në fund të javës. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj, një javë të mbar, por dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasite sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.